Vazhdojmë tani me pregaditjen me recitën e radhës. Fillimisht do të kemi nevojë për 4 vezë, por vezët duhet t'i ndani veç e veç. Të bardha do t'i shtoni në njërin tjetër, të kuqe do t'i largoni anësh, do të na nevojiten pak më vonë. Vazhdojmë tani në njërin më të madhe dhe më të thellë, t'i shtojmë 4 të bardhat e vezës. Te të bardhat e vezës do të shtojmë me maje lugë kryp shumë pak. Dhe vazhdojmë t'i përzim me mikser, derisa të bardhat e vezës të shkumohen mirë. Kam rrahur mirë me mikser, derisa të bardhat e vezës janë për kështu të forta, si shllak. Pasi kemi përzier mirë, vazhdojmë që brenda t'i shtojmë 4 të kuqet e vezës. Tani që kemi përzier mirë vezët, të kuqet dhe të bardhat bashkë, vazhdojmë t'i shtojmë produktet e tjera. Ju lutem mos e anashkaloni këtë hap, sepse është shumë i rëndësishëm që rollati t'ju bëhet më i butë dhe më i shkrift. Vazhdojmë tani që ta shtojmë jogurtin. Në shumë vende që ju jetoni më keni thënë se nuk mund ta gjeni si produkt jogurtin, mund ta zëvendësoni me dhalt ose me kos. Unë jetoj në Shkup, këtu kemi jogurt dhe unë preferoj që ta shtoj jogurtin në këtë recitë sepse ka një shije pak më të ëmbël. Në total do të shtojmë 200 ml. Tani, pasi e shtojmë jogurtin, vazhdojmë që ta shtojmë miellin. Miell në total do të përdorim 5 lugë gjelle. Ndërsa pluhur për pjekje, vetëm 1 lugë çaji, nuk do të shtojmë një paketim të plotë. Harroni të shtoni edhe pak kryp, se unë për pak isha duke e haruar dhe duke lënë krypën anësh. Dhe tani është momenti kur do të shtoni shijen e juaj të preferuar. Mund të zgjedhni të përdorni çfarëdo që ju keni dëshirë, por unë sot kam zgjedhur që këtë rollat ta bëj me spanak. Unë zakonisht bëj spanaq të grir imët dhe e mbaj në ngrirje të thellë dhe e kam të gatshme kur më duhet për receta të tilla. Në total do të përdor 150 gram spanak. Nëse ju nuk keni si kjo, atëherë mund ta preni imë spinaqin dhe ta shtypni mirë me duar që t'ju bëhet kështu e imët. Pra për rollat është më mirë që ta përdorni të ngrirë. Vazhdojmë shtojmë edhe spinaqin këtu. Dhe përsëri përzijmë me mikser edhe një herë të fundit. Marrim një tepsi më të madhe, tepsi të shporitit dhe aty shtrojmë letër për pjekje. Letra do të na ndihmojnë që t'ja japim më mirë formën dhe më lehtë. Dentësia e brumit është kjo, është më e hollë, nuk është shumë i trash. E shtojmë në tepsi. Tani vazhdojmë që ta pjekim në furrë të parangrohur në 220 gradë, diku afërsisht 20 minuta. Brumi është gati, veç sa e kam larguar nga furra është val i nxehtë. Marrim tani një pecet të pastër, e shtrojmë këtë brumin, por e rrotullojmë nga ana tjetër. Sa është e nxehtë, më lehtë do ta largojmë letrën. E tani sa është val e nxehtë, e mbështjellim në formë roleje. Me kujdes, sepse tani sa është e nxehtë nuk do të kriset. E mbështjellim me peqet. Dhe pasi është ftofur dikon për 10 minuta brumi, vazhdojmë tani që ta hapim përsëri dhe ta mbushim. Tani pjesën e brendshme do të përdorim majonez dhe unë kam zgjedhur që sot përdor majonezin nga marka Pënar. Do të shtrojmë mirë majonez sepse majonezi do ta ngjit, pra që rollati pastaj të mund të mbështjellet më mirë. Tani vazhdojmë që të rendisim disa pjesë sallami. Unë po përdor nga kjo, nga Pënar, pasi më pëlqen shumë shija, është e prerë hollë dhe mbështjellet shumë mirë. Vazhdojmë rendisim disa pjesë nga sallami. Që të na ngjiten mirë, shtojmë edhe pak majonez sipër. Dhe tani me kujdes, vazhdojmë që ta mbështjellim
në formë roleje. Përsëri sipër i shtojmë edhe pak majonez, 2 lugë gjelle, sa mos na thahet pjesa sipër, dhe e lyem të rollatën në këtë mënyrë. Sipër, unë do t'i shtoj pak parmigiano të bërë në rinde, mund t'i shtoni edhe kashkavall të bërë në rinde, nëse keni dëshirë. Dhe tani vazhdojmë e dekorojmë një herë sipër. Unë këtu në një dekorues për ëmbëlsira kam shtuar ajk, pra salckusi, dhe do të mundohem të dekoroj pak. Vazhdojmë të përfundojmë dekorimin me disa ullin të mbushur, duke i shtuar sipër këtij rollati. Dhe me disa gjethe mente do të përfundoj dekorimin e këtij rollati. Pra edhe pse është e kripur, është mirë që ta bëjmë duket bukur apo jo. Tani lejojmë që rollati të ftuhet mirë në frigorifer, që shtrëngohet për 1 orë, pastaj vazhdojmë që ta prejmë në copa më të vogla. Dhe rollati është gati. Shpresoj që do ta provoni edhe ju, do ta shijoni për mysafir ose për familjen tuaj. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.